Zbulohet se si e ka kaluar mbrëmjen e djeshme moderatorja e dashur e publikut shqiptar, Kiara Tito, e cila ka ndarë me ndjekësit e saj në rrjetet sociale një foto që ka marrë menjëherë vëmendjen dhe pëlqimin e të gjithëve. Në këtë foto, Kiara shfaqet e rrethuar nga mikeshat e saj të ngushta dhe koleget e ekranit, Xhemi Shehu, si Dorela Gjoni dhe Neda Balluku, në një ambient tejet elegant e të ngrohtë, ku vajzat duken të buzëqeshura, të qeshura dhe të relaksuara. Të veshura me shumë shije dhe elegancë, ato kanë treguar se përveç profesionalizmit në ekran, ndajnë edhe momente të bukura miqësie e harmonie jashtë kamerave. Kiara, me fustanin e saj elegant në ngjyrë roz të lehtë dhe me një çantë të vogël që plotësonte lokun, ka marrë komente të shumta komplimentuese për stilin dhe hijeshin e saj, ndërsa mikeshat e saj nuk kanë mbetur pas, duke shkëlqyer secila me kombinimin e saj unik. Ky moment i ndarë nga Kiara është komentuar gjerësisht në rrjet, pasi publiku gjithmonë është kurioz të shohë se si figurat publike kalojnë kohën e lirë dhe me këndajnë ato çaste të veçanta. Fotografia e postuar është shoqëruar me etiketime ndaj shoqeve të saj, duke treguar edhe një herë vlerësimin që Kiara ka për to dhe lidhjen e fortë që i bashkon. Mbrëmja, sipas ndjekësve, ka qenë një shembull i bukur i një nate të qetë, të mbushur me biseda të ngrohta, të qeshura dhe momente të sinqerta mes shoqesh që, përveç se kolege, janë bërë edhe një mbështetje e fortë për njëra tjetrën ndër vite. Ky postim i Kiarës u prit me dashamirësi nga fansat që i kanë komentuar me urime dhe fjalë të mira, duke i dëshiruar që të ketë gjithmonë njerëz pozitiv pranë vetes dhe të vijojë të përcjellë energjinë e saj të mirë si në ekran ashtu edhe në jetën e përditshme. Pa dyshim që mbrëmja e kaluar ka lënë pas një kujtim të bukur për moderatoren dhe mikeshat e saj, një kujtim që do të mbetet gjatë në mendjen e tyre dhe që ndjekësit e kanë pritur me shumë simpati.